Nuk mund të rria dot pa sjell për ju temën e sotme që lidhet dhe me udhëtimin e meditimeve të këtyre ditëve. Pra, duke parë udhëtimin e Noeut, udhëtimin e arkës, udhëtimin e tij të besimit, daljen nga arka e përmbytjes për jashtë, bekimin e madh që Zoti i jep Noeut dhe gjithë pasardhjes së tij, ku përfshihemi dhe ne. Nuk mund të rria dot pa ndërtuar këtë mesazh për ne sot. Mesazhi titullohet Altari që ndërton brezat. A e dini miq që gjëja e parë që Noeu bëri pasi doli nga arka ishte të ndërtonte një shtëpi? Jo. Të mbillte një ar? Absolutisht jo. Çfarë bëri Noeu? Gjëja e parë që Noeu bëri pasi doli nga arka ishte ndërtimi i një altari, mbi të cilin ai vendosi me shumë mundësi. Çfarë? Një flim, një sakrificë për ta adhuruar Zotin, me shumë mundësi një qingj. Po të lexoni gjithë historinë e Biblës, qingji është një nga figurat më të dashura në sytë e Zotit, sepse lidhet me kë? Me qingjin final që vetë Perëndia do të ofronte për njerëzit. Pra Noeu jo vetëm e nisi mirë punën e ndërtimit të arkës, pasi Zoti tha ndërton një arkë dhe aty brenda fut shtëpinë tënde, familjen tënde, djemt, nuset e djemve, sepse unë do ta gjykoj botën nëpërmjet përmbytjes. Jo vetëm qëndroi i bindur brenda arkës, u përball me stuhin, me vuajtjen, me sfidat, me frikën, me shqetësimin, denjësisht, nuk kishte nga të shkonte. I besoi tërësisht Mojsiu kujt providencës hyjnore të Zotit, që ai që e fillon punën e shpëtimit në jetën e Noeut, thash Mojsiu, në jetën e Noeut, ai është në gjendje gjithashtu dhe ta mbaj. Dhe ai është në gjendje gjithashtu që ta çoj deri në fund. Tani Noeu del nga arka, një botë e re, një botë krejt ndryshe, një botë për ta pushtuar, jo më për ta kundruar, për ta parë, një mundësi për ta nisë nga e para, historinë e njerëzimit. Asnjë gjallëz tjetër në faqen e planetit të tokës përveç se gjallëzave që ishin brenda arkës. Asnjë njeri tjetër në faqen e planetit tokë përveç se familja Noeut që ishte brenda arkës. Tani ata dalin jashtë dhe un kam para syve të mi Noeun, gruan e vet, 3 djemtë e tij, Semin, Kamin dhe Jafetin dhe 3 nuset e tyre, të cilët Noeu i mbledh rreth vetes dhe thot: "Hajdeni tash të ndërtojmë një arkë në një dimensioni tjetër, një altar, mbi të cilin ne do të flijojmë dhe do të adhurojmë Zotin, Perëndin." Piknisja për fillimet e reja gjithnjë do të nisë me ndërtimin e një altari, që nuk ndërton vetëm momentin, por synon të ndërtojë shtëpinë, të ndërtojë brezat.